Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. 2 ditë përpara zgjedhjeve vendore në Maqedoninë e Veriut, kryetari BDI-s Ali Ahmeti viziton Tiranën dhe takohet me krerët më të lartë të shtetit. Bajram Bega vlerësoi rolin e Ahmetit si një ndër themeluesit e UÇK-s, ndërsa theksoi se tubimi krah veteranëve në Tiranë dëshmon mbështetjen unanime të shqiptarëve ndaj luftës së drejtë për çlirimin e Kosovës. Kreu i shtetit garantoi mbështetjen e Shqipërisë ndaj faktorit politik shqiptar në rajon dhe përpjekjeve për të siguruar ndaj qytetarëve një jetesë sa më të mirë. Ali Ahmeti zhvilloi një takim dhe me kryetarin e Kuvendit Niko Peleshi dhe sekretarin e përgjithshëm të partisë Blendi Klosi. Maqedonia e Veriut është gati për të hyrë në zgjedhje. Agjencia për shërbime mediatike paralajmëron media se fushata zgjedhore për raundin e parë të zgjedhjeve lokale zgjat deri në orën 24 në datën 17 tetor 2025. Nga 18 tetori deri në orën 19 të 19 tetorit fillon heshtja zgjedhore. Sipas kodit zgjedhor, shkelje vlerësohet transmetimi i çdo lloji informacioni, fotografie, materiali audio dhe audiovizual që lidhet me ose që përfshin pjesëmarrësit në zgjedhje, çdo formë e raportimit mediatik që është e hapur ose fsherozi në shërbim të fushatës së dikujt dhe që mund të ndikojë në vendimin e votuesve. Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut do të përdorë drone për të garantuar rendin dhe qetësinë gjatë zgjedhjeve lokale që do të mbajnë të dielën. Në aksion do të përfshihen ekipe policore, pika statike e kontrolli si dhe dron për mbikëqyrje ajrore të situatës. Qëllimi është reagimi më i shpejtë dhe garantimi i sigurisë së qytetarëve që do të votojnë. Nga ministria u bëhet apel të gjithë qytetarëve dhe subjekteve politike të përmbahen nga aktivitete që mund ta dëmtojnë procesin zgjedhor dhe të bashkëpunojnë me oficerët e policisë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama kërkon më shumë biznese turke në vend. Gjatë forumit të investimeve Shqipëri-Turqi, ai e cilësoi Shqipërinë si një ishull mundësish për sipërmarrësit që kërkojnë të shumë fishojnë fitimet në kohë të shkurtër. Rama vuri në duke dhe rritjen e ndjeshme të numrit të turistëve nga Turqia, duke theksuar se 300.000 turistë turq vizituan Shqipërinë këtë vit, një shifër e jashtëzakonshme krahasuar me vitet e kaluara. Shqipëria sot është një vend i hapur, një ishull i bukur mundësish, një ishull ku mund të shumëfishosh investimin tënd dhe jo në shumë, por në pak vite. Me taksa fare të ulta, me energji të gjelbër, me një turizëm në rritje, me teknologji që zhvillohet për ditë dhe me një treg që e pret krahapur sipërmarrjen turke. Kryeministri theksoi se Shqipëria është porta më afërt e Turqisë me Bashkimin Evropian dhe se qeveria shqiptare nuk është thjesht por një partnere strategjike që garanton mbështetje të plotë për investitorët. Ura që sot lidh Turqinë zyrtare, Ankaran me Tiranën zyrtare, është më e fortë se kur. Një urë që bashkon dhe që e bën më të shpejt dhe e bën më të lehtë. Edhe lidhjen e lindjes me perëndimin përmes korridorit të 8 dhe portit të ri të Durrësit, por njëkohësisht që lidh historinë me të ardhmen. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kritikoi vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila i japi rrugë presidentit të Republikës për të shpallur vakancën në vendin e Sonila Bejtjas. Në një konferencë për media, Sali Berisha cilësoi këtë ngjarje si të rëndë. Sipas Berishës, gjykata kushtetuese në këtë mënyrë është bërë notere një seri veprimesh antikushtetuese antiligjore të eksponentit më kryesor të mafjas në drejtsinë shqiptare me emrin Sokol Sadushi dhe presidentit antikushtetues. Për të larguar nga gjykata kushtetuese armikën Sonila Bejtja, gjykatëse kushtetuese e emëruar në vitin 2020 me dekret të presidentit Ilir Meta, gjykata kushtetuese vendos, duke shkelmuar mbi ligjin e vet, të shpallë jashtë çdo lloj kompetence ndër prerjen e mandatit të saj. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.